Një tërmet me magnitudë 2, 9 të goditi pranë bashkisë së Korçës. Qarku i Korçës. Në Shqipërinë Jugore. Sot më 22 shkurt 2026 në orën 18:41 me orën lokale. Ose më 22 shkurt 2026 në orën 17:16 UTC. Siç është raportuar nga MSC në faqen e saj të internetit. Tërmeti është vendosur në një thellësi të cekët prej 15:0 nën sipërfaqe. Në koordinatat gjerësi gjeografike 20-651 dhe gjatësi 20-691. Magnituda e saktë. Epicendra dhe thellësia e tërmetit mund të rishikohen brenda orëve ose minutave të ardhshme ndërsa sismologët shqyrtojnë të dhënat dhe përsosin llogaritjet e tyre, ose ndërsa agjencitë e tjera lëshojnë raportin e tyre. Qytetet ose qytetet pranë epicendrës përfshijnë Maliq. Qarku i Korçës. Shqipëria Jugore. Që ndodhet 6 nga epicendra. Qendër Bullgarec. Qarku i Korçës. Shqipëria Jugore. Që ndodhet 7 larg. Korçë. Qarku i Korçës. Shqipëria Jugore. Ndodhet 8 larg. Shqipëria Jugore. Ndodhet 8 larg. Shqipëria Bilisht. Qarku 5. Masa e rekomanduar e veprimit është të jesh vigjilent për pasgoditjet e mundshme që mund të ndodhin. Le të lutemi që ky tërmet të mos ketë ndikim të madh te vëllezërit dhe motrat tona atje dhe të mos ketë më tërmete. Amen.